Mirëmbrëma dhe mirë se gjemë shikues të nderuar të emisionit Provita. Emisionin e sonte bashkë me Dr. Eliasa Alia, specialist në fushën e ORL-s, i cili na vjen nga Kumanova. Vendosëm që të flasim për alergjit dhe komplikimet, nga se jemi në stinën kur alergjit po sulmojnë me të madhe, kemi shumë probleme shëndetësore për cilat ndoshta as nuk e dimi se kemi të bëjmë domethënë me ndonjë lloj të alergjisë dhe ja trajtohemi qoftë si problem që ka të bëjë me gripin, me ndonjë ftofje e kështu me radhë, por kur shkojmë te mjeku na dërgon ca analiza dhe shohim se kemi probleme me alergjit, se çfarë janë alergjit, sa lloje të alergjive kemi, kë krejt e presin dhe jemi vënuar apo jo ne që ndoshta jemi me alergji kronike me fillimin e terapisë apo jo. Gjitha këto, doktor, sonte bashkë me ne në këtë studio, me ekipin e Provitës, do informoni për shikuesit tanë. Mirë se erdhët edhe një herë. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Kënaqësi si gjithmonë. Sa i përket tash kjo stina e pranverës karakterizohet me alergjit, me rinitet alergjike. Vetë fjala rinit do me thonë ndezje e mukozës së hundës, është ndezje difuze, ku mendoj inflamohet mukoza në përgjithësi. Edhe mendoj simptomat janë do me thonë rrjedhja apo kullimi i sekretit të langshëm nga hunda, pastaj është do me thonë zënja e hundës, bllokimi i hundës, krurja e hundës edhe teshtima. Pra këto janë simptomat kryesore që karakterizojnë rinitet alergjike. Rinitet, do me thamë se ato mund të jenë edhe infektive dhe jo infektive. Rinitet jo infektive bëjnë pjesë edhe rinitet alergjike, që mos të bisedojmë shumë, kjo është klasifikimi. Rinitet alergjike, do me thanë, dihet i shkaktojnë alergjenët, vetë fjala, do me thonë patjetër duhet me pas ekspozim ndaj ndonjë alergjeni nga mendoj natyra, edhe ato do me thonë provokojnë reakcion alergjik, dhe si rezultati i reakcionit alergjik ndodh edhe inflamacioni apo ndezja e mukozës së hundës. Po, këto nuk janë simptomet e vetme që i përmendet, se nëse nuk diagnostikohet dhe nuk trajtohet me kohë edhe një alergji, qofte edhe rinitet ose rinitet alergjike, që thotë gjithçka fillon nga una, po megjithatë mund të preken domethënë edhe organe tjera, sidomos fyti dhe veshët. Po për këtë pak më vonë, doktor, megjithatë, domethënë jeni specialist i ORL-s dhe kryesisht keni dhe trajtoni pacient që kanë probleme sinuzitet me hundët, veshët, fytin e kështu me radhë, po përgjithësi mund të na sqaroni edhe një herë ti përkujtojmë shikuesit se nga çka krejt mund të jemi alergjik, se shpeshherë ndoshta edhe gjatë analizave që i bëjmë nuk mund të kuptojmë se ndoshta jemi thjesht nga i rindotur, sepse apo jo në analizat që i bëm aty nuk mund të gjejmë këto. Vazhdoni më të gjithë. Çfarë lloje të alergjive krejt kemi? Ti përkujtojmë shikuesit sepse alergjia si pikë e parë, do me thonë, është karakteristike alergjia e polenit, dhe për ata quhet rinitis allergica polinosa e polenit, pastaj ka alergji edhe nga miku, do me thonë, pastaj pluhurat e shtëpisë. Do me thonë, po, alergjia e polenit është alergji e jashtme, do me thonë, sepse poleni, do me thonë, gjendet në për barëra, në për, do me thonë, barërat e livadeve, edhe pastaj gjendet në për pemë, pastaj gjendet... Sidomos tani kur gjithçka po lulëzon apo jo, krejt parë që ti kemi... Edhe, do me thonë, faktikisht, ai pastaj shpërndahet në natyrë, edhe kur shpërndahet, do me thonë, ato grimcat e pluhurit, do me thonë, akumulohen në hunë, edhe do me thonë deponohen në hunë, edhe ato shkaktojnë reakcion alergjik, sepse atëherë stimulohet do me thonë imunoglobulina e cila është vartëse do me thonë reakcionit alergjik, si rezultati asaj do me thonë lirohen mediator, të cilët do me thonë janë histamina, serotonina, bradikinina, pastaj edhe citokinat e ndryshme, dhe si rezultati asaj shkaktohet një vazodilatacion apo zgjerimi enëve të gjakut. Si rezultati zgjerimit enëve të gjakut do me thonë shkaktohet një kongestion nazal. Kongestion nazal do me thonë mbushje e enëve të gjakut të hundës, edhe plus edemi ose entja e cila bën si rezultati inflamacionit apo ndezjes, ajo shkakton do me thonë kongestion. Shkakton do me thonë zënje, blokimin e hundëve.
Po, do me thonë edhe nga ana tjetër për shembull rritet edhe sekrecioni, i cili është do me thonë më shumë i langshëm ose në mjekësi njihet si sekrecion seroz, edhe pastaj do me thonë se rezultati e alergjisë shkaktohet edhe krurje e hundës edhe skuqje e hundës. Ndonjëherë alergjia do me thonë nuk e atakon vetëm mukozën e hunës, ajo atakon edhe mukozën e konjunktivave, edhe pastaj edhe mukozën e fytit. Kështu që një alergji mund të shkojë do me thonë si rhinoconjunctivitis ose faringoconjunctivitis. Do me thonë që shpesh herë do me thonë ka simptome edhe me fytin, kur pacienti ankohet se do me thonë ka ndjenjë se ka diçka, fyti thahet, pastaj i djegë, i dhembë, mendoj në disa raste bëhen edhe gabime kur në këto raste i jepën antibiotik, shka nuk është do me thonë rregull, po do me thonë antibiotik dihet kur jepën, do me thonë kur dëshmohet se është bakterje, këto raste do me thonë duhet jepën terapi do me thonë simptomatike ose terapi do me thonë antialergjike. Si qëndron puna do me thonë tani me pacientët e juaj, a keni apo jo fluks të madh të pacientëve që janë të prekur me alergjit? Kemi edhe thash pacientë të cilët ose qytetarë që nuk kanë ide se kanë dhe janë alergjik ndaj ndonjë. Po, kanë pacientët zakonisht nuk lajmërohen, me kohë edhe do me thonë disa raste edhe anashkalojnë do me thonë problemet që i kanë me hundë, sepse me kalimin e kohës ato adaptohen, do me thonë me gjendjen që e kanë, do me thonë, kanë probleme me frimarjen mirë, po mendojnë se ajo është normale. Kur vinte na, për shembull na i bëjmë rinoskopi, do me thonë të përparme anteriore, dhe ndonjëherë i bëjmë edhe rinoendoskopi me endoskop, ku do me thonë konstatojmë se mukoza e hundës është e inflamume, edhe në disa raste ka dhe hipertrofi apo zmadhim do me thonë të kohave të hundës, si rezultati asaj do me thonë vrimët e hundës ose kavumët ato ngushtohen, edhe si rezultati asaj do me thonë faktikisht frimarja nazale kompromitohet. Frimarja nazale është shumë e rëndësishme, sepse frimarja përmes hunës është frimarja primare, do me thonë frimarja biologjike, natyrale. Frimarja, kur për shembull frimarja përmes hundës kompromitohet, atëherë do të thotë faktikisht jemi detyruar me marrë me gojë. Nëse marrim me gojë frim, atëherë nuk është frimarje do me thonë primare, po është frimarje alternative, ose frimarje, unë shpesh tham, frimarje prizorit. Se do me thonë faktikisht duhet marrë na, aja frimarje alternative ose frimarje rezerv. Mirë po frimarja me gojë, kurse në zaventëson frimarjen e hundës, sepse përmes hundës ajri filtrohet, ajri po pastrohet, ngrohet, edhe lagështohet. Lagët ajri, do me thonë, nuk shkon ajri thatë, nuk shkon ajri i ndotur, do me thonë, edhe si rezultati asaj, do me thonë, faktikisht, mushkrive i shon ajri i pregaditur. Ndërsa përmes gojës, do me thonë, këto momente që e përmendëm më herët, anashkalohen, edhe faktikisht, do me thonë, ajri shkon, ashtu si ashtë. Prandaj mendimi jam se hunda zë një vend qendror, do me thonë, në shëndetin e përgjithshëm. Sepse gjithë shka fillon, mendoj se te hunda, sikur edhe te goja që fillon, se më thonë përmes gojës kur bëjmë ingestion ose ham diçka ose ngranim, atëherë ajo do me thonë faktikisht shkon në lukth edhe shkon do me thonë mund shkaktojë probleme, a përmes hundës edhe malet, sepse dërsa do me thonë lukthi ka aciditet edhe ka mbrojtje, përmes hunës, do me thonë nëse shkon përmes frimarjes, përmes gojës, atëherë mund të shkojë, do me thonë, mund të shkojnë edhe alergjen ndryshëm, mund të shkojnë edhe bakterje, infekcione ndryshme. Pastaj mos flasim edhe se huna, do me thonë, e luan një rol kryesor sepse infekcionet e përmes hunës, ajo shpesh herë fillon me alergji, pastaj mbaron me infekcion. Jo rastisht ne ju morëm sonte që të na i tregoni më vonë pakës edhe për komplikimet që mund të na sjellë një sinuzit ose një e shkaktuar nga alergjit e ndryshme. Doktor, si e sqaroni ju një fakt që shpesh tani sidomos ca nëna që zakonisht apo kontaktojmë edhe me kolegë, edhe me të afër, me kështu me radhë, po habiten kur shkojnë te mjeku me fëmijën edhe fëmia
edhe mjeku pa e kontrolluar mirë, qoftë edhe nëse është specialisti ORL-s me një kontroll thjesht alergjik, përderisa nuk bëhen analizat. Si e kishit komentuar ju këtë? Po shife, mjek do me thonë... A jeni atë sigur se ndoshta, sepse simptomet janë të njëjta, doktor, ju e dini edhe nga gripi, edhe ndonjë ftofje me sekret në hund, bllokim të hundëve, vështirësim në frymarrje, lotim, gjitha këto disi ndoshta edhe për neve është pak rënd të kuptojmë se kemi të bëjmë me një alergji. Mande edhe kemi edhe alergji kronike, apo jo? Shife, mjekët nuk kanë mundësi, do me thonë, mjekësia primare, do me thonë mjekët familjarë ose mjekët e përgjithshëm, jo që nuk ato i dinë të gjana, sepse këto gjana janë gjana elementare, mirë po ato nuk kanë mundësi, sepse ato para se gjithash nuk i bojnë rinoskopi. Ato i bojnë një inspekcion, do me thonë, e tërheqin, do me thonë, majën e hunës për pjetë dhe i shofin ato kavumët, ato vrimet e mirë po e kam qëllimin me anë një, do me thonë, një rinoskopie adekvate, po edhe rinoendoskopie, atëherë shifët ma mirë. Mirë po edhe si mjek primar, ato do me thonë, kanë mundësi një farmonire të bojnë një diagnostifikim diferencial, se për shembull nëse i ka qëto 4 simptome shka janë, do me thonë mbyllja e hunëve, ose pastaj teshtitja, pastaj sekrecioni, do me thonë se shifat, sidomos edhe të fëmijët, atëherë ajo mund tjetë edhe dëni ftofje, po mund tjetë edhe alergji, edhe krundje e hunës. Mirë po, për me diferencu, diagnostifiku ma mirë, atëherë ato i përcjellin të na, vinë të na, edhe na, do me thonë, vendosim, sepse nëse, për shembull, 2 nga këto simptomet janë, ma tepër se 2 ose ma tepër, atëherë mund dishohet se është alergji. Unë prapë do themi kemi simptomet të njëjta, apo thuaj se sikur jemi këtë griposur apo të ftohur, a i bie ashtu? Po, edhe ashtu i bie, se do me thonë, do njëherë, për shembull, mund tjetë ajo si common cold, shka i thonë, do me thonë ose të ftohurit, ose si flamë, edhe ajo mund të ingjanë alergjisë. Mirë po, do me thonë, për me definu se është alergji, ai duhet që ato simptome mi pasën mas paku 4 ditë në javë, apo më pak se 28 ditë, ose 4 javë. Ndërsa nëse i ka mbi 4 ditë, do me thonë në javë, edhe mbi 28 ditë, atëherë e formë llogaritët si formë kronike. E para është formë akute, kjo kronike. Edhe nëse ato simptomet që janë të flamës, ato janë, do me thonë, simptome që njëherë edhe zgjasin sa zgjasin, edhe stabilizohen, edhe po ajo është mund tjetë edhe viroz mund tjetë, ose do një ftofje, ndërsa simptomet e alergjisë recidivojnë. Edhe njëjtët simptome paraqiten, edhe atëherë do me thonë po. E po atëherë, nëse për shembull na dojmë me shku pak ma tutjesë, jo të gjithë pacientët janë të gatshëm mi bë testet e alergjisë. Atëherë për shembull i çojmë t'i bëjnë testet, mundet për shembull me një laborator, do me thonë shumë thjesht mi caktu IgE-t, bile tash ka edhe IgE specifike, që për shembull ato bile llogaritën si IgE pulmonale, specifike sepse do me thonë të janë specifike për alergjit e hundës edhe alergjit e mushkrive. E është shumë e rëndësi se IgE specifike, IgE e përgjithshme, do me thonë mund të binë nëse përdorim antihistaminik. Ndërsa antihistaminik nuk ndikojnë, do me thonë, të IgE specifike. Kështu që edhe në terapi e bojmë ata edhe pastaj, do me thonë, e caktojmë se IgE është e ngritur. Pastaj ka ati eozinofilët rritën, mastocitët rritën, bazofilët rritën, sepse ato i prodhojnë ato mediatorët. Mirë po, ka dhe teste tjera që bëhen. Po, këtu kur jemi tek metodat e diagnostikimit, e dim se kemi, do me thënë, metodat të cilat diagnostikojnë një alergji, varësisht se nga çka mund të jemi alergjik, përmes lëkurës, apo jo? Po. Pastaj gërvishtjeve të vogla dhe e shpjegoni ju, përmes gjakut, dhe nëse ka ndonjë metodë tjetër, ndonjë doktor. Ka, shife, metoda e edhe parë. për cilën moshë, cila është më adekuate, se e dim që fëmijët foshnjët, sidomos nuk mund ta bëjnë metoda e parë që e përmendet shumë vend, ajo njihet si prik test, edhe ati ka disa alergjen, të cilët për shembull infiltrohen, do me thonë intradermal, edhe faktikisht ato si skarifikohen, edhe si rezultat pastaj lexohet ajo testi, edhe nëse del alergjik, ajo do me thonë evidentohet. Mirë po metodët ma tre janë për shembull rast, fast, radioimuno
absorbent pastaj fast, edhe është edhe ELISA ose ELISA metoda, e cila për shembull na jep domethënë pasqyrë në alergjene inhalatore ose domethënë të ajrit dhe alergjene nutritive ose të ushqimit. Ka edhe panel domethënë pediatrik, ka panel domethënë të kombinuar. Amo zakonisht paneli 2 dhe 3 janë domethënë këto panele që kapin domethënë pjesën domethënë e inhalatorëve, alergjenëve inhalatore dhe alergjenëve nutritiv. Është shumë me rëndësi të cekim se shpesh herë domethënë del rezultatet dalin negative. Mirë po pacienti ka simptomat. Këtu desha edhe të ndërhyse. Doktor, besomni, domethënë ka shumë pacient, ka shumë qytetarë të cilët thonë, do nëse gjatë gjithë kohës, domethënë i bëj testet, sepse gjitha simptomet kanë të bëjnë domethënë me alergjit, madje edhe vetë mjeku u jep terapi për alergji, ndërkohë në testet nuk del se është alergjik në ndonjë gjë. Si e komentoni ju si Orel? Edhe pse testet janë negative, nëse simptomatologjia, do me thonë është bindse, se bëhet fjalë për alergji, dyshohet për alergji, sepse testet nuk mund të imbulojnë të gjithë sendet, të gjithë gjanat nga cili organizmi reagon në mënyrë alergjike. Nuk mund të imbulojnë, është e pamundshme. Do me thoni përmendëm edhe ma herët kur biseduam para emisionit, shumë me vende thatë se do me thonë ka lloj gazna, lloj gjana që për shembull ato s'mund përfshihen. Prandaj na jemi ato si për shembull duhet t'i japim terapi pacientit, edhe në ato raste mund t'i jepsh do me thonë antihistaminik, do me thonë që bllokojnë alergjinë. Kështu që do me thonë tash mundësit janë më të mëdha se për shembull edhe në aspektin diagnostik, edhe në aspektin terapeutik. Është avancuar kjo deri. Po, është avancuar mjaft, sepse alergjia është shumë e përhapur, do me thonë statistikisht flitet, do me thonë 25 deri në 30% popullatës botërore kanë alergji. Edhe alergjia është të rritë në mënyrë frapante, që do me thonë shumë është të rritë, sepse janë të rritë edhe metodët diagnostike, po është të rritë edhe dinamika e jetës me ata dhe zhvillimi i industrisë, zhvillimi i gjithë shkajt, kështu që është të rritë. Lindim me alergji apo më vonë mund ta? Shife, alergjia mundet edhe me qenë, si do me thonë, pilindjes, do me thonë, ka forma atopike, që për shembull atopike janë që do me thonë janë të predisponuar me reaguar në mënyrë alergjike. Do me thonë nëse njerëz normal nuk reagojnë në mënyrë alergjike, atëherë edhe njerëz ato do me thonë edhe në ato raste reagojnë në mënyrë alergjike. Është shumë e rëndësishme se për shembull alergjia mund dalin testet, do me thonë kati, do me thonë prej ku deri ku janë, do me thonë në gjurmë, edhe ato llogaritën si negativ dhe prej ku deri ku, do me thonë janë pozitiv. Mirë po, edhe në gjurmë, alergjia edhe në gjurmë banë probleme. Do me thonë, te ato njerëz që kanë për shembull predispozicion me reaguar në mënyrë alergjike, ose që kanë, do me thonë, një atopi. Ato reagojnë në mënyrë. Do me thonë, nuk do me thonë se testat i mund më llogarit negativ nëse bazohesh në ata, ama do me thonë edhe disa nga alergjenët ati edhe në gjurmë shkaktojnë alergji. Prandaj nuk ka, jo çdo organizëm reagon njësoj. Këto simptome që i përmenat deri tani do thotë krurje të hundës, teshtitje, kollitje, mosmarrje, bllokim të hundëve kështu me radhë, janë do me thonë lloje të alergjive që ndikojnë do me thonë ose shkaktojnë nga pluhuri, nga ajri ndotur e kështu me radhë. Ne kemi ndoshta, po sigurisht që kemi edhe personat të cilët janë alergjik në ndonjë lloj të ushqimit. E këta kanë simptoma tjera. Por megjithatë gjithçka lidhet ndoshta edhe me gulfatje, po jo me fryrje të gjuhës e kështu me radhë, edema të shumta në mbrëmje dhe gjithsesi se edhe ju mund të përgjigjeni në këtë pyetje. Apo urdhoni këtë pjesë, mos harrojmë edhe ata që nuk janë ndoshta alergjik në pluhur apo tani në polene. Po, atë edhe alergji në ushqim kur ka, edhe ato do me thonë faktikisht, ato kanë një predispozicion me reaguar në mënyrë alergjike. Mirë, po alergjitë do me thonë ato janë alergjitë në ushqime, po ka edhe alergji të prekurit, do me thonë, alergji që në prekurit paraqiten alergjitë e kontaktit. Ato janë veç ma shumë aspekte dermatovenerologëve, ndërsa tena janë ma shumë alergjitë inhalatore, do me thonë që shkojnë përmes traktit, do me thonë, të sipërm respirator dhe shkojnë pastaj. Mirë pa është shumë e rëndësishme ta cekim se alergjia edhe astma shpesh herë shkojnë direkt. Do me thonë bashkarisht.
do me thonë si bashkësmundje ose komorbiditet, do me thonë edhe ka do me thonë mendime se astma fillon në hund. Që do me thonë, për që ta është rëndësia shumë e madhe, sepse edhe kostoja është shumë e madhe. Jo, rasisht ne edhe theksuar se do flasim edhe për komplikimet, se shpesherimi mësuar duke dëgjuar, alergjik jam edhe thjesht ndonjëherë jemi të rregullt me terapi, ndonjëherë jo, edhe një gjë tjetër e doktor na përkujtoni ju lutem se sa është me rëndësi nëse me veç kanë konstatuar që ata që na ndjekin janë ndoshta persona që vuajnë nga ndonjë lloj alergji, sidomos tani në stinën e pranverës që duhet sipas mjekëve gjithnjë apo jo, por ju jeni më detajisht këtu për të na dhënë gjitha këto informacione. Terapia duhet fillohet më herët që ta presim pranverën të më herët, të imunizuar. Më herët. Sepse disi pastaj edhe sikur të fillojnë pak më vonë po është. Po, më herët, se faktikisht do me thonë aja si mënyrë profilaktike edhe preventive, kështu që do me thonë e parandalon, edhe pastaj duhet mënyrë kontinuar të do me thonë zgjase, vetëm se po ndërlinda pak edhe në atë se shumë është me rëndësi edhe te astma bronkiale që paraqitet, do me thonë 40% rasteve që janë do me thonë me alergji, me rinit alergjik, 40 dhe 50% do me thonë kanë astmë bronkiale. Pse e shkakton ajo do me thonë faktikisht tash është dyshuese, që e komorbiditet do me thonë që faktikisht çato alergjen shkandikojnë mukozën e hunës, do me thonë ndikojnë edhe në mukozën e traktit respirator, do me thonë pjesëve të poshtme respiratore, sepse mushnitja janë pjesa e poshtme. Pjesa e mesme janë do me thonë laringsi, po edhe trahea, ndikojnë do me thonë të gjithë, edhe për çeta do me thonë faktikisht do me thonë trajtimi adekuat i alergjisë në hunë ndikon pozitivisht edhe do me thonë në prevenimin e inflamacionit ose paraqitjes astmës. Edhe do me thonë faktikisht të di gjana, do me thonë i njëjti alergjen ndikon të di rrugët e frymarrjes, do me thonë rrugët do me thonë pjesë nazale edhe pjesë do me thonë pulmonale respiratore. Do me thonë ka shumë efekte do me thonë, edhe nëse për shembull na e trajtojmë mirë, atëherë faktikisht pacienti edhe më pak ka probleme astmatike. Kur thoni e trajtoj mirë, rregull, nëse nuk gaboj persona që janë të diagnostikuar me alergji, më duket se vazhdimisht duhet jenë në trajtim me medikamente të ndryshme, apo ndoshta kur vjen vera, ndoshta duhet pauzojnë pak, të pushojnë, pastaj sërish paraqiten në fillim vjeshtës, nëse nuk gaboj. Tani si shkon kjo? Po, shife, ato rinitët alergjike ndahen në rinite intermitente, të cilët janë, do me thonë, të përkohshme, edhe kohë pas kohë paraqiten, dhe rinite, do me thonë, perineale, ose rinite gjithë vjetore, do me thonë, tanë vitin. Edhe dallimi është se ato nuk bojnë rinitët intermitente bojnë pauza. Ka pauza dhe do me thonë përsëritet, ndërsa aja është riniti stinor ose riniti sezonal, që paraqitet do me thonë stinët dhe pranverës dhe fillimin e verës, edhe riniti perineal i cili paraqitet do me thonë gjatë tanë vitit. A riniti sezonal paraqitet edhe në vjesht, se edhe në vjesht ka do me thonë disa ashtu, edhe atëherë lirohet poleni. Do me thonë gjatë verës, do me thonë lirohet poleni nga barërat e ndryshme, pastaj ndërsa nga në vjesht lirohet do me thonë nga pemt, poleni nga pemt, nga shkurët, nga pemt, bile, ndonjëherë edhe lirohet edhe nga do me thonë disa pemë që për shembull gjatë dimnit, për shembull siç janë edhe lisat, pishat ose për shembull ullinjt, edhe atëherë lirojnë, edhe faktikisht e dimnit çka ndodh. Dimnit mund të jetë do me thonë një rinit alergjik, apo na mendojmë se shkaku i sezonës, do me thonë i stinës, gripave ose virozave, na mendojmë se është smundje virale, ajo mund të jetë një, do me thonë duhet na shkojë mendja edhe atij. Na shkon mendja, doktor, sipas jush? Keni shumë pacienta, na shkon mendja që ndoshta mund të jemi. Po, shife, përvoja e ban vetën. Sepse mjekët definitivist e kryjnë punën e vetë, po shpesh vetë qytetarët disi neglizhojmë. Do kalon. Përvoja e ban vetën. Shife, për këto gjana të gjitha janë për neve, janë rutinë, sepse na ballafaqohemi çdo ditë, edhe diagnostika nuk paraqet problem, terapia nuk paraqet problem.
Ka zgjidhje, të me Po, thonë, ka alergjit zgjidhje. mbahen në kontroll. Ka zgjidhje, shife, rinitët edhe klasifikohen edhe alergjike, sidomos klasifikohen edhe sipas gravitetit ose agravitetit, do me thonë sipas përkeqësimit. Ke rinite që janë për shembull të lehta, ato nuk ndikojnë do me thonë në aftësi psikofizike, nuk ndikojnë punë, nuk ndikojnë pushim, kështu që pacientët do me thonë i kalojnë në mënyrë komote. Ndërsa ka dhe që për shembull janë të moderuar. A ka gjasa që nga një alergji gjatë gjithë kohës një person të ndihet i lodhur, të mos ketë forcë? Po shife, ata kështu thonë, do me thonë, rinitët që janë, do me thonë, të moderuar edhe të randë, ato faktikisht, do me thonë, i zvoglojnë aftësitë psikofizike. Pacienti, do me thonë, nuk e ban gjumin mirë, pacienti është i lodhur, pastaj gjatë ditës është, do me thonë, pak si i ekscitum, është, do me thonë, si i irritum, kështu që ajo lodhja të gjitha po kanë din lodhje, pushimin se ban mirë, sepse unë e thash se natën, për shembull, pacientët që marrin frymë mirë me hund, ato janë privilegjuar, sepse ato jetën e kanë shumë të mirë, sepse bioritmi i jetës, gjumi i natës është i pazavendësueshëm, edhe të nesërmen ato pacienta janë të freskët, do me thonë faktikisht pse una është do me thonë komplet funksionale. Nëse për shembull kompromitohet frymarrja me hunë, atëherë pacienti do me thonë ka probleme, ka lodhje, gjumin se ban mirë, edhe është shumë e rëndësishme edhe tek këto raste paraqitet edhe gërhitja. A ka të bëjë edhe me apnen obstruktive? Po, edhe apnea, edhe gërhitja, edhe ajo, gjendje shëndetësore e rrezikshme nëse nuk bëhet në kontroll. Po, është e rrezikshme. A mund të na shëroni gjitha këto gjëra që do të thotë përveç se është astma mbahet në kontroll. Mirë, po mund ta parandalojmë apo jo nëse e trajtojmë alergjinë? Nëse e trajtojmë mirë, faktikisht nëse merr me pacienti me hunë, atëherë faktikisht do me thonë goja është jashtë funksionit, do me thonë goja është mbyllur, po nëse nuk merr mirë me hunë, natën tenton me marrë frymë me hunë, edhe derisa për shembull se goja hapet në mënyrë automatike, sepse sheh se ka pengesa me hunë, mirë po disa ki zgjat ki proces, edhe aty paraqitet apnea, se për shembull tazam ka dikush për shembull natën zgjohet edhe i mungon ajri. Edhe ai pastaj fillon me gojë edhe flet përsëri, ama kur paraqitet disa herë natën edhe kur apnea zgjat më tepër, mundet me ndikojë dhe mundet me mbaru edhe si nuk dëshirohet. Ama është edhe një tjetër fenomen, se për shembull nëse nuk merr mirë frymë me hunë, atëherë merr frymë me gojë. Edhe kur merr frymë me hunë, do me thonë ajri i cili shkon përmes hunës e anashkalon do me thonë këtë pallatum mole ose i thonë qiellza e butë. Atë është edhe njerthi ose uvulla, edhe si rezultati asaj do me thonë faktikisht merr frymë me hunë edhe nuk ka gërhatje. Po nëse merr frymë me gojë, edhe atë pallatum mole ose për shembull ajo qiellza e butë, qiellza e butë është ajo mbrapa që e dan do me thonë fitin pi gojës. Edhe ajo si perde lëviz edhe shkakton ajo vibracione. Çato vibracione, çato gjëra, çato lëvizje shkaktojnë gërhatje. Edhe gërhitje, ose na thojmë gërhatje ose gërhitje. Edhe si rezultati asaj, kur na e rikthejmë funksionin e hunës në mënyrë adekuate, atëherë do me thonë e rikthejmë frymarrjen nazale biologjike, natyrale, edhe atëherë për shembull pacienti do me thonë i anashkalon ato edhe gërhitja dalet. Unë shumë kanë raste që nga masandej, do me thonë ma herët ka pas gërhatje me terapi, do me thonë kur a qetësu gërhatja. Ka raste, doktor, kur personi edhe pse nuk ka probleme me alergji ose me bllokim të hunës, kërhet mbrëmje? Po, ka. Alergjia është, do me thonë, si shkaktar maj shpesht. Por do me thonë ka raste që edhe nuk ato ka dhe rinite infektive që janë, për shembull, rinite infektive, rinite hipertrofike, ka riniti vazomotorik, i cili është, do me thonë, rinit hiperaktiv, idiopatik, do me thonë, kur rritët, do me thonë, ngacmimi ose për shembull funksioni parasimpatik, edhe ato ente gjaku do me thonë vazodilaton. Edhe ai do me thonë karakterizohet me rinore ose për shembull sekrecion të langshëm,
ati jipët për shembull ipratoriumi, i cili e nalat sekrecion. Mirë po të rinitët infektive, duhet me shku me terapia adekvate, terapia antibiotike, nëse ka hipertrofi duhet me shku edhe me kortikosteroide sistemike, po nëse ka edhe edema, apo nëse ka edem, po, edhe pastaj po, nëse ka sekret duhet me zgjedh metodën, sepse ato për shembull gjithçka fillon prej pakit. Do me thonë, riniti alergjik nëse persiston ose për shembull ekziston një kohë më gjatë, atë riniti alergjik mundet të komplikohet me rinit infektiv. Mundet do me thënë nga një alergji e thjesht e pa trajtuar, kemi pastaj edhe pneumoni, sepse sekreti vazhdon do me thënë lëviz në fyt dhe prej fyti përfundon në... Dhe pastaj disi kombinohet me bakterie, me virus, me alergji, gjithçka dhe ja mbrin në spital në klinika. Ato janë infekcione sekundare. Do me thënë, riniti alergjik është inflamacion, ama nuk ka infekcion. A riniti me kalimin e kohës, nëse nuk trajtohet mirë, ekziston mundësia, ati do me thonë, mu infektu me bakterje, edhe do me thonë atëherë, do me thonë, aja është infektim sekundar. Infektimi sekundar, pastaj ati krijohet, do me thonë, sekret i trash, i ngjyrosur, aja sekret mukopurulent, i cili të regon se, do me thonë, veç infekcioni a bartë të sinusët. Shumë ndikon edhe ngjyra në diagnostikim, doktor, kemi ngjyrë të pastërt, kemi ngjyrë të verdhë, pastaj deri në të gjelbër. Cili është më e rrezikshme? Në shikim të parë, po flasim. Ngjyra e pastër apo e të i dukshme, ajo tregon se sekreti nuk është, do me thonë, po, sekreti mund të jetë mukozal, po mund të jetë edhe seros. E kur që jetë seros është si lang, si ujë, kura mukozal është pak më i trash, po është i bardhë. Kura i të i dukshëm, se i bardhës qëtër, nuk është shumë i rrezikshëm kur është lë, sekreti i të i dukshëm, nuk është shumë rrezik. Pastaj, duke marrë ngjyrën e verdhë deri në gjelbër. Sekreti pastaj mund bëhet i verdhë, pastaj mund bëhet i verdhë në të gjelbërt. Edhe atëherë, do me thonë, faktikisht ka nevojë bakterie, atëherë mund dishojmë se ka dhe një infekcion. Kjo është mirë për nëna tani kur i lëshojnë fëmijët, apo jo ti shofi fëmijët se çfarë sekreti ka. Ka nevojë për shembull atëherë, do me thonë, të evaluon edhe sinusët, sepse mund të jenë të afektuar edhe sinusët. Nuk thojmë në të infektuar, po janë të afektuar ose të atakuar. Edhe pastaj ajo shlohet të bajamët, edhe është shumë interesant të sidomos unë praktikën time, kam shpesh raste kur për shembull kanë hipersekrecion purulent, do me thonë zmadhimin e sekrecionit purulent. Edhe na, kur evidentojmë gjatë rinoskopisë anterior, që për shembull huna është plot me sekret purulent, edhe mbrapa në retrofarinks, ose mbrapa, do me thonë pjesën e mbrapme, shkon sekretin fyt, atëherë shumë lehtë, për shembull, na e shohmi, edhe ajo zakonisht është postnazal drip, është një simptom shumë evident për sinuzitët. Edhe në ato raste, për shembull, bëhen lëshimet sepse do me thonë jipët terapi adekvate, antibiotike, terapi tjetër simptomatike për cilëse, mirë po nuk jipët në sekreti mbetët. Edhe sekreti është... Disi vazhdimisht kemi persona që janë me sekret. Edhe ato do me thonë, a i shërohet përkohësisht, ama mas 2 javë, 1 mujve përsëritet i njëjti. Sekreti që krijohet, sidomos sekreti trash, është shumë bazë e mirë për zhvillimin e bakterjeve dhe për ushqimin e bakterjeve. Ajo është sikur bazë, ku për shembull aty do me thonë shumohen bakteriet. Edhe me ata që për shembull na e pastrojmë, unë e baj do me thonë aspiracion ose project si thonë, aspiracion sekretit hunës të fëmijët, po edhe të fëmijët të matë rritunit, po ato që do me thonë nuk janë gjendje vetë të pastrojnë hunën, edhe kur e pastrojmë atë sekretin, mrena 1 ditë po, 1 ditë jo, mrena disa ditëve, po mundet edhe çdo ditë, po do me thonë nuk forsiratmi në atë aspektin, do me thonë nuk po, edhe do me thonë gradualisht hekët. Kur hekët ai sekreti, atër hekët ajo baza ku për shembull ushqehen bakteriet. Do me thonë pastrohet huna, me ata pastrohen edhe bakteriet. E atëherë terapia, cila do terapi vetëm që është adekvate, që i përgjigjet, atëherë terapia ka efekt shumë, edhe fëmia do me thonë lirohet. Sepse atë sekretin përmes hunës ne e hekmi edhe sekretin pisinusëm. E hekim sekretin edhe pimbrapa. Edhe faktikisht nuk kemi më, do me thonë, ati diçka shka paraqet rrezik.
na e hekmi rrezikun. Edhe terapia, kontrollat e rregullta, edhe fëmia qeso. Fëmia pastaj një kohë gjatë nuk ka problem. Pastaj mund të ketë dëni problem banal, dëni rinit banal, dëni faringit, kështu do me thonë po, edhe amo e kalon për shembull për 3-4 ditë e kalon, edhe atëherë stabilizohet, sepse ato fëmijë kur vinë zakonisht te na, ato e ecin në për spitale, shkojnë në për klinika, ka mos shkojnë, edhe ato do me thonë askujt si shkon mendja ta heket sekret. Ai sekret është shumë i damshëm me qëndru ati, sepse fëmia do me thonë flen, natën kur flen, ai sekret shkon në fyt, shkakton bronpneumoni, shkon në vesh, shkakton otit. Do me thonë faktikisht edhe na me atë që e hekim atë keqe prej organizmit, na faktikisht e kemi kry punën më të madhe. E tash mbetet vetëm terapia, edhe ati do me thonë po, ka shumë raste që me mujtë të tërë kanë kolitje, kanë infekcione recidivante, kanë bakterje, i bakterjeve kanë streptokoka, kanë stafylokoka, kanë vazhdimisht në qerdhe nuk mund t'i dërgojnë, ose në shkollë, marrin pushime mjekësore, vazhdimisht të njëjtat probleme, të njëjtat e lashë dhe... Brenda një javës, pacienti do me thonë kthehet në gjendje aktive, fizike, të mirë, edhe do me thonë ato në sidomos të fëmijët ku thashte bakteriat, do me thonë, kur bëhet strishoja, edhe gjendet do me thonë në hun apo në fyt, Moraxella cataralis, aja është shumë bakterie damshme. Edhe ajo do me thonë është shumë interesant se ban shumë damtime të mdoja, a nuk jep simptome. Ne jemi mësuar shumë shpesh vetëm për streptokokun, të dëgjojmë në hun. Ajo është, do me thonë, bakterie cilës duhet me u frigu, se ajo për shembull jep damtime shumë të mdoja, a simptome pak shkakton. Do me thonë, është diçka atipike, a në anën tjetër na e përdormi një fjalë, sukur për shembull kur është tinzare, që për shembull ban dam shumë, a simptome. Si hepatitit C, llogaritet si smundje do me thonë tinzara. Aty ne u kushtoj kujdes posaçërisht veçantë, do me thonë pastrimin e rrugëve të frimarjes, edhe pastaj terapia adekvate sipas antibiogramës, edhe pastaj do me thonë terapi, do me thonë edhe suportive, edhe simptomatike, edhe ato do me thonë i trajtojmë, pastaj mas një javë dhe ditëve heket. Po nëse nuk e hekmi sekretin, kur bëjnë strishën e hundës, në qatë sekret përsëri ka bakterje. Se derisa sekreti persiston ati, ekziston, ato bakteriat mshehen ati. Prandaj edhe mas një javë, edhe mas 2 javë, ose mas 20 ditëve përsëri se paraqet bakteria. E tash na nikosisht i hekmi edhe pengesët, po edhe bakteria edhe e shërojmë. Po, mos të harojmë të përmendim edhe komplikimet eventuale që mund t'i shkaktoj një alergji edhe në vesh, në të dëgjuar apo diçka, sepse me gjithçka është e lidhur. Sepse duket se edhe nuk dëgjojnë mirë persona që janë alergjikë, sepse gjithçka është e bllokuar. Ta zonë, alergjia, mukoza e hunës, është do me thonë faktikisht mukoza e sinusëve a vazhdimësi e mukozës hunës. Mukoza e hunës shkon përmes tubës auditive ose kanaleve të mrenshme, të veshit shkon edhe te veshi mes. Do me thonë e njëjta mukozë. E me qenë se ati nuk ka kufij edhe s'ka kufij, edhe faktikisht shumë shpesh, shumë letë nga mukoza e hunës, do me thonë kur infektohet huna, inflamohet huna, atëherë ato do me thonë shkojnë edhe te sinusët, shkojnë edhe te vesht, po shkojnë edhe te fiti. Amo këto me qenë se e kanë mukozën e ngjajshme, do me thonë atakohen. Edhe për çata ndonjëherë rinitët edhe rinosinuzitët janë do me thonë si bashkë smundje ose në komorbiditete që për shembull duhet me pas parasysh. Edhe në ato raste do me thonë duhet të reagojmë edhe të japmi terapi adekvate, të sinusët është pak ma... Përshëndetje nga mjekët familjar, nga ca tani, mos i përmendi, përshëndesim edhe ata, se tash nuk kemi linja telefonike, ju përqen shpjegimi juaj, ja tani të shfrytëzojmë rastin. Ati fillon gjithçka, ato janë shtylla, edhe unë kam mendim shumë pozitiv, sepse ato e kryjnë punën e vetë, edhe ato është shumë mirë, për shembull me ditë njeri se deri ku janë mundësit. Ata nëse e di me mjekësi kur s'ke me pas problem. Do me thonë ato i kanë mundësit, me ato mundësi modeste që i kanë, ato e kryjnë punën. Qytetarët disi ngurojnë dhe nuk e pranojnë që mund t'jenë alergjik për shembull në diçka dhe vazhdimisht ndoshta e fillojnë terapinë, e ndërprejnë dhe prandaj janë gjatë gjithë kohës me telashe. Amo pacientët janë shumë e rëndësishme se pacientët ndonjëherë kanë drejt mi neglizhu disa gjëra sepse ato se dinë. Njeri sa më pak di, ç'është më pak frigohet.
sa ma shumë frigot, aja është rregull. Edhe ato me qenë se nuk e din se shka mund të vene prej asaj. Që mund vije asma, mund vije apnea. Po dë njëherë edhe ma mirë që se din se me ditë shumë dhe nuk bënë shumë. E marim sindromin e studentve pastaj, gjithë shka mund kemi frikë. A në kuptimin e asaj, mjekët e kryin punën, do me thonë, taman në kuadër të asaj që për shembull mundësive që i kanë, edhe tash për shembull nëse ka shife edhe te une kur vinë pacientët, nëse e shoh që ai pacient nuk është për te une sa më parë ata duhet me dërgu, do me thonë atje ku duhet. Ta zamë në klinikën e urologës, sepse mjekët primar janë praksa primare. Ndërsa na jemi sekundare, ato janë terciare. Ndërhyrjet kirurgjikale që kanë bëjnë ndoshta me sinuzitin, me fytyn e kështu me radhë. Edhe sy, doktor, edhe pse thash oftalmologën ne kishim javën e kaluar, edhe ajo përmendi alergjit, krurjen e syve kështu me radhë, si thjesht si informacion dhe çfarë duhet bëjmë. Po këtu kemi ne domethënë që shpeshherë mund të kemi edhe simptome, kemi edhe ptelashe, duke filluar nga una pastaj përcjellim edhe tek syt. Sa këtu do me thënë ju përmes syve mund të dalloni se kemi alergji apo jo? Po, shife, ato bile shpesher, ato janë si konkomitante, si komorbide, do me thënë alergjit reagojnë edhe në si, se si për shembull kur të fillojë epifora, ose për shembull lotimi i sive, edhe skuqja e konjunktivit, edhe do me thënë faktikisht, atëherë dishojmë se ka edhe konjunktivit. Mirë po, kur e trajtojmë në rinitin, de facto e trajtojmë edhe konjunktivitin, se faktikisht ato po, ato ma shumë i kanë ato kromolinët, ato janë të përshtatshëm për të sit, ama ka edhe pika për sit, mirë po, do me thonë, antihistaminik ndikojnë. Etash, do me thonë, antihistaminik ka H1 edhe H2 që janë, jo, do me thonë, kategoria e parë, se antihistaminik 1 janë, do me thonë, bartës, do me thonë, të alergjive, po, dërsa antihistaminik 2 gjindë në lukth. Antihistaminik, do me thonë, ka grupa e parë dhe grupa e dytë, ose kategoria e parë. Ato të partë, kategoria e parë nuk përdorën fort, sepse ato nuk kanë, do me thonë, japin sedacion, ose për shembull gjumosje, ndërsa këto kategoria e dytë ose grupa e dytë e antihistaminike janë më të mirë, se janë më selektiv, edhe nuk kanë efekte sedative dhe hipnotike, kështu që janë më të mirë. Tash mirë po, nuk ashtë të thanë për shembull me njerë me shku edhe me antihistaminik, po mundemi me shku me preparate intranazale, topike, do me thonë steroide, ose kortikosteroide, ato janë sprejet ndryshme që për shembull i përdormi sipas situatës, edhe pacienti mund t'i përdore edhe ma gjatë, se janë mikrodoza, edhe nuk janë dëmshëm. Nëse ai e zgjidh problemin, mirë, po nëse jo... Ja, një pyetje, po nuk mund t'i lexoj gjitha, ju besoj që do më kuptojnë edhe shikuesit, po ja, ndonjë kështu që më bie, ja, kemi një prind që pyet, thotë 10 vjeçë vajzën me alergji dhe tashmë merr edhe po, fliksotide. Ato janë flutikazon, ato si pompa janë për fytin, ato po. Si pasojë ose si rezultati problemeve që ka me hundën, ka përfunduar dhe thot edhe në këto. Sa kohë a ka gjasa që të trajtohet mirë dhe pastaj ti hudhim këto sprej? Te fëmijët paraqitët edhe astma bronkiale, po mirë është më konsultu edhe me specialistin e urologjës, me shiku më s'ka diçka naltë, e cila do me thonë lishohet poshtë, se infekcioni, ajo edhe infekcioni edhe alergjia, do me thonë ati ka lidhshmëri. Edhe ka raste që për shembull, edhe të une që kanë për shembull kështu, do me thonë astmë bronkiale dhe përdorin do me thonë flutikazon, për folin në emën oficinal, ato janë pompa që i përdoren do me thonë përmes mënyrë orale. Mirë po, ato nëse për shembull të qetësohen problemet e hunës, edhe do me thonë, ai ka frimarjet kompromitume, ka do me thonë hipertrofit mukozës ose entjet të mukozës, edhe faktikisht do me thonë huna është e kompromitume. Ka një gjendje substenotike, do me thonë gati se janë zonë hund, edhe na kur e zgjidhni atë pengesë, shka raste ku për shembull edhe rastet edhe ato problemet e mushkrive, do me thonë, si astma bronkiale, edhe ajo mund të, do me thonë, të stabilizohet. Vazhdimisht me pika për hunë. A mund të jenë të dëmshme nëse i përdori me vite?
Sepse nuk marrë frymë dot. Po, damshme janë ato. Duket pacient pak më në moshë. Ka drejt me pyet, se nuk e di njerëz, se unë kam plot raste që ne provita pyesim gjithçka se edhe sikur ka edhe diçka që pa ato sënëri, edhe na me kalimin e kohës i trajtojmë ato në mënyrë adekuate, zgjidhim problemin edhe ato lirohen për aty, sepse ato janë 5 deri në 6 ditë, maksimum 7 ditë mundet. Ajo mund të shtë edhe 10 ditë, ama nëse thojmë në 10 ditë, ato e bojnë 15 edhe 20, kështu që faktikisht një kohë, se ato janë dekongestiv. Thamë parzit se kongestiona mbushje, e kundërta e kongestionit, dekongestion, i ngushtojnë në të gjakut, edhe faktikisht huna, mendoj, mukoza hollohet pak edhe huna zgjerohet edhe faktikisht frimon. Mirë po, ato e kanë efektin 6 dhe 8 orë. Ato duhet me përdorë 3 herë në ditë. Ato na i japmi, për shembull, kur ka një kongestion pak më të madh, i japmi në fazën fillestare, edhe na kur e arrim qëllimin, atëherë 5 ditë, 6 ditë, pastaj 7 ditë vazhdojmë me spreja, që janë topik lokal, kortikospreja. Doktor, çka me inhalimet? Shpeshherë tani e dini që sidomos kur kemi të bëjmë me fëmijë, tani më veç edhe nënat përdorin inhalimin me sugjerim të mjekut, nuk do përmendni çfarë krejt futet në atë, se thash nuk di tani, mund të keq përdoret, mund të keq kuptojnë, mund të provojnë shtëpi e kështu me radhë. Prandaj çdo herë kam kujdes në emisione kur flasim për shembull për përdorimin edhe e ilaçeve. Është apo jo mirë që vazhdimisht, 2 herë në javë të bëj inhalimin e fëmijës, sepse zakonisht ka sekret në hunë, po edhe kollitet me sekret. Shqipe, inhalimi është terapi, simptomatike, si terapi suportive, e cila për shembull, ama nuk e zgjidh problemin. Inhalimi ban pjesë sikur të terapi tjera, që janë ajo është një terapi fizikale, de facto, mirë po kombinimet që ka i për ati, ato ndihmojnë. Zakonisht pediatrët, për shembull, kur ka dhe një bronhit, dhe një për shembull, ose astmë, ose bronhospazm, nuk është të thënë me qenë ajo astmë, bronhospazm, do me thënë spazmi ose ngushtimi ngërçi i bronhiolave. Edhe atëherë mund përdoret, po mirë po e kam qëllimin se na për shembull shkojmë më tepër për shembull terapi medikamentoze edhe pastrimin pjesës sipërme, traktit respirator, edhe faktikisht na i hekmi pengesët, ati ku fillojnë. Ajo mund të jetë edhe një terapi plus, po nuk ban edhe ata me tepru. Nuk ban me tepru se nuk është diçka që zgjidh. Terapia medikamentoze, etiologjike, kauzale, ajo nëse jipët ati ku duhet, edhe nëse ban ato gjana shka duhet, ajo jep rezultate. Kemi raste kur shumë pacient ose specialistët e fushës orale, sidomos ata nga terciale, sugjerojnë vaksinime kundër alergjisë, që nuk di, nuk kam koment. Po, ajo ban pjesë një imunoterapi. Ato janë, për shembull, a mund të jenë dëmshme ato, doktor? Terapi desensibilizuese, jo, nuk është e dëmshme ajo, terapi desensibilizuese. Sepse derisa për shembull alergjenët organizmin e sensibilizojnë, organizmi është i sensibilizuar i ndihmërisë, atëherë ato e bëjnë kundërtën. Është për shembull zbulohet alergjeni që cakton ata, edhe ato në bazë të asaj krijojnë homogjenate të ndryshme ku për shembull krijojnë si vaksina, ato vaksina janë individuale, ato jipen doza të vogla, pastaj ashtu edhe faktikisht një farmonire desensibilizuese. Mirë po, unë kam pas raste edhe me përcjell pulmolog, pulmoalergolog, në për ligjërata, ato kanë thënë se ajo terapi nuk zgjat shumë. Do me thonë, mas një kohë, do me thonë, mas një viti, 2 ose përsëritet. Do me thonë, është e kushtueshme, është e mundimshme, se pacienti duhet bukur gat me shku, edhe plus, do me thonë, nuk e eviton alergjin në mënyrë permanente. Do me thonë, alergjin, harrova me përmend, është mirë, do me thonë, kur bën testet alergjike, me mujt për shembull mi evitu alergjenët. Nëse jo, atëherë për shembull mundet, do me thonë, me përdorë terapi shka duhet, me evitu se shife, ato çdo shtëpi e ka në pluhurin e shtëpisë. Edhe ai pluhur shumicës nuk i bandan, po atin e shka i bandan, ato dermatofagoidet janë, ato do me thonë, bëjnë pjesë të akarinit. Ato për shembull janë si
parazit ndryshëm dhe që për shembull pluhur. Nuk mund t'i ikim pluhurit, Nuk mund t'i ikim, ajo është po. Shpesher kemi dëgjuar ose kam pa rast shkojnë në mysafir në ndonjë shtëpi, perde nuk kemi, mbulesa nuk kemi, asgjë sepse fëmia është alergjik të thot në pluhur, por ja që si duhet adaptohemi ndonjëherë apo jo. Shumë e vend që e preke këtë moment, se shife, nëse për shembull na të gjithi pluhurët i hekmi ose krijojmë një ambient, do me thonë steril, aseptik, do me thonë keq, edhe steril, edhe fakti aja është, do me thonë, karantinë. Për shembull na nëse karantinojmë aja është më keq. Se vetë kontakti jonë me ajrin, me qëto pluhurt, me qëto gjana, e zhvillojnë imunitetin tonë. Mirë po, në disa raste, ato do me thonë e zhvillojnë ma tepër se sa duhet. Edhe, jo të gjithë reagojnë qashtu, prandaj nuk ka zgjidhje, dhe ajo nuk ka zgjidhje se, për shembull, të zonë duhet me kohabitu. Për më të moshuarit, të zonë bitë edhe vjeqë, që janë alergjik. Do shta ata janë mësuar, po do shta edhe më veç i kanë lënë ilaqet krejtë. Cili është mesazhi juaj? Pa shife, edhe ato meritojnë, do me thonë, edhe aty në me ju kushtu kujdes. Edhe më tepër se neve. Po, si jo, se ato faktikisht, ato janë ma të ndishëm janë, do me thonë, po. Edhe ato duhet, do me thonë, gjatë kontrolave sa i bojmë, do me thonë, e caktojmë. Une shumë pacienta kur vend, thotë, po doktor, mirë, ma në frime, s'ka problem, se ato adaptohen. Une i thamë, shife, ti 100 vjet jeton për këta. Mirë, po, ta në kohën kje problem, po tash mere edhe provoje edhe kur ven mas një kohë... Ke shvetu, sigurisht. Se do me thonë faktikisht s'mun, për shembull, hunën s'mun me pa çdo paciente, se faktikisht e duhet pak me asitë dhe me pa në mënyrë profesionale. Doktor, seriozisht për shembull kur marrin frymë, do shta tani nuk është hije, po deri ku duhet shkon ajri ne ta dallojmë se marrin frymë hunë? Sepse ndonjëherë mund deri këtu të marrin frymë dhe nuk e ndihet ajo. Po se ne dallojmë. Nuk e dallojmë ne vetë qytetarët. Se ne dallojmë se shife, ajo nëse frymarrja është intakte ose e ruajtur ose në rregull, atëherë frymarrja shkon, do me thonë, e kryen punën e vet në mënyrë autonome. Na a di kur e dallojmë? Për shembull kur kemi ja ju një orë dhe nëse unë nuk po flas shumë, vetëm po pyes. Një orë gjatë gjithë kohës flisni dhe nuk po shoh që disi keni probleme frymarrja, po jo se... Po jo, për fat mirë, se unë të gjithë ju ndihmoj e të na du mu të dikush me ndihmu, e se kështu shkon. Mirë po, ashtë muna se, nëse për shembull s'ki e problemi, atëherë faktikisht i se jeton frymarrjen. A shumë pacienta ka, doktor, thotë, kur po më shkon fryma këtu, do me thonë, pjesën e sipërme, po më gjeg edhe po më dhem. Ajo tregon se ka inflamacion. Se inflamacioni e dallon, do me thonë, frymën e ftoftë, frymën e nxehtë e dallon, edhe ai, do me thonë, ai ka dhimbta, se ajo përmes atij në osteumëve apo daljeve që ai kanë sinusët, fryma shkon edhe te sinusët. Se ajo fryma, oksigjeni, ajo do me thonë e matë zbrastir ati. Edhe kur kompromitot ajo ketë, atëherë për shembull faktikisht ndodhin do me thonë ndezjet sinusëv, ndodhin mbyllën ato osteumët, atëherë do me thonë deponohet qelbi ati mrena, edhe kur faktikisht ato mbushen me qelb. Edhe na me atë që për shembull me efekt anti-edematoz terapisë lokale edhe sistemike, na për shembull e hekme atë anjësinën. Kur e hekme anjësinën, atëherë ato osteumët do me thonë osteumët ose daljet ku bëhet drenazha, atëherë ato zgjerohen. Edhe kur zgjerohen, atëherë për shembull sekreti shkon në mënyrë do me thonë spontane pastrohet. Edhe pacient më lajmërohen ta zonë mas disa ditëve. Thotë doktor, thotë pi sekretit, shumë sekret, po thamë mirë doktori, ti jetë të pastru. Po për shembull, po mos ti mirësh parasysh çdo momente, ti i thuaj doktorit, këtu edhe na ta ndryshojmë terapinë. Gabon. I thamë unë jetë të pastru doktorit. Po ai pastrim ka një kohë zgjatë. Ai mund me zgjatë 2 javë, ndoshta edhe më tepër, se në fillim pastrohet më shumë, dikur gradualisht ka pak, edhe ato kur shprazën keq, atëherë doktor Pundina shumë lehtë Pundina, se zakonisht ajo në ato sinusët nuk japin dhimbë kështu dhimbë të teksume. Po ato japin një dhimbë kështu si rëndësi. Dhimbë edhe si rëndësi në sinuse, edhe ajo kur hekën ato pengesët, atëherë pacienti ndihet mirë, freskët ndihet edhe e kemi zgjidhur problemin. Prandaj. Krejt për fund, doktor, çfarë është ajo që me të vërtetë në aspekt të një specialisti të urologës dhe në aspekt të alergjive, që ata që janë të prekur e dinë shumë mirë që nuk është lehtë jetohet me alergji, po edhe për ata që ndoshta ende nuk janë të sigurt se ose nuk i kanë bërë analizët,
kanë të lashe me frymarrje, me të shtitje, me... Pa ato, ato si kushton Aziatin, do me thënë ato duhet veç të lemrohen për mes mjeku tam, ose të konsultohen me mjeku nam, pastaj ma tutje mund vinë edhe faktikisht në zgjidhin problemi. Se dëgjosh apo them, një sëmundje duhet trajtohet si tërsi. Shka do me thonë tërsi? Tërsi do me thonë se pacienti vjen për fytin, a unë i tham kje problem me hund. Ose pacienti vjen për fytin apo për diçka tjetër, unë i tham kje problem me sinusët. Sepse, për shembull të janë të lidha. Nuk e zgjidh problemin nëse i ke dhënë vetëm antibiotik. Nuk e zgjidh problemin nëse i ke dhënë vetëm do me thonë dekongestiv ose sprej do me thonë nazal, intranazal, nuk e zgjidh problemin. Problemin duhet ta zgjidhsh do me thonë në një diagnozë saktë, se do me thonë duhet ta shifsh se ku është ai fokusi, ku është ajo primarja, pikun vjen ajo. Që shpesh ndoshta vinë për vesh, a del se hundën? Vinë për vesh, a del të hundë. Ka pacienta që thojnë, veshti kemi zanën, sidomos kur po hipmi në alësi dhe pastaj përna zihen edhe pastaj përna asitën. Ose për shembull kanë probleme dhe kur aterojnë me aeroplan. Edhe une, me kontrol rutinore, une e shoh se septumi i hunës është i lakum. Është nga një anë ose nga devijim ka, nga një anë ose tjetra, kështu që e kompromiton, do me thënë frymarrjen nazale në mënyrë mekanike. Pastaj ka edhe patologjia, do me thonë mund tjetë edhe bukoza e trashur, kështu që ajo edhe ma tepër ndikon, me qenë se tuba auditiva e çon ajrin, cilin e marrim na përmes hunëve që shkon mushkëri, edhe veshja e lipat pjesën e vet. Edhe tuba auditiva edhe është e kompromituar, se s'ka ajër sa duhet, nëse s'ka ajër sa duhet, atëherë krijohet presion negativ. Ai presioni negativ i tërheq membranët e mrena. Ato janë forcët centripetale. E kundërta e forcës centripetale është forcët centrifugale që e shtin të jashtë. E ato kur e tërheq të mrena, atëherë paraqitet një vakum efekt në vesh. Edhe pacientit i zien vesh. Ka pacient që për shembull thotë hiç nuk ka blloku veshi. Edhe ti, për ata është timpanometria shumë e mirë, e bojnë timpanometri, po e shohim para së gjithas edhe huna. A problemi kryesor është e huna. Edhe aty për shembull i japmi këshill për shembull për Valsalva, manevrin e Valsalvës, do të thonë mizan hundë edhe me çufrimën ka vesh, ama edhe terapinë ja japmi adekuate, brenda një kohës pacienti i çet. A përndryshe unë kam pacienta që me shumë vite, me dekada i kanë pasur çdo probleme, edhe pastaj kur i kemi arrit qëllimin që me hap tubën se ajo si të mbyllet, ajo morri çashtu. Edhe kur kemi arrit qëllimin me hap tubën edhe me shku ajri, pacienti ka thonë, kur një jetë s'kam dëgju ma mirë. Pacienti e ka pas, do me thonë, dëgjimin e kompromituar ka pas dëgjimin, edhe dikun i kanë propozuar edhe aparat. Mirë po na i kemi ato pengesat, se çdo pjesë e lip, do me thonë, atë hisën e vetë. Ajri, do me thonë, ka nevoj veshi, ka nevoj sinusët, të gjithë. Kështu që, do me thonë, me një qasje, do me thonë, kështu ma komplete, do me thonë, kur ta trajtosh si tërsi, jo mënyrë parciale. Ka arë për ta, ja hap fytin, i thua, hape fytin edhe i jep diçka, se ki zgjidh problemin. Problemi duhet, do me thonë, ka dhe terapi që është adjuvante, suportive, simptomatike, që veç simptomët jasit, edhe pastaj rezultati vjen. Doktor, ju faleminderit shumë që ishit bashkë me ne, na i dhatë këto informaciona dhe besoj që gjithë ata që na kanë ndjekë kanë mësuar, mjaft shumë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të jem në emisionin tuaj, ju përgëzoj, ju uroj sukses. Faleminderit. Gjithat mirët. Faleminderit. Ja, pra shikues të nderuar, këtu është edhe fundi këtij emisioni. Ju faleminderit që ishit me ne, ndërkohë që ndroni me programin tonë, e ne bashkë me Provitën e me të ftuarin tjetër ose tjetrën shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje shikues të nderuar.